ky rast nuk ka qenë një rast izoluar. Dihet tashmë që ky rast ka qenë dhe ka ardhur pas 2 rasteve në të njëjtin muaj, që kanë qenë 2 sulme me bomba, dhe qëllimi i këtij sulmi dihet që ka qenë shkaktimi i një rreziku të përgjithshëm për infrastrukturën, për ujin, për energjinë, pra për gjithë popullatën e Kosovës. Rreth 70% të territorit është planifikuar që të afektohet nga ky sulm, dhe tashmë dihet edhe nga këta akuza e prokurisë speciale që ky grup kishte lidhje të pandërprera me grupin drejtuar nga Radojqić, por ishte pjesë e atij grupi, duke pas parasysh edhe faktin që Jovan Viçetinović pranoi që përveç tjerash është trajnuar dhe përgatitur bashkë me këtë grup 2 vite më parë në një bazë ushtarake në Serbi, dhe normalisht edhe për informacione të tjera që i dha në lidhje me lidhjet e tij me Radojqić dhe grupet të tjera terroriste të ndërlidhura me të. Vlerësoj që rreziku ka qenë i madh nga ky sulm terrorist, dhe po ashtu çka mund të konkludoj është edhe fakti që pavarësisht sulmit me Bonjës, Radojqić, duke qenë i strehuar dhe i mbështetur nga strukturat e sigurisë në Serbi, ka vazhduar dhe vazhdon që të mbajë në kontakt dhe nën komand edhe element edhe grupe të tjera, cilat janë të dizajnuara nga ai dhe strukturat e sigurisë në Serbi për shkaktuar destabilizim, për shkaktuar mosbesim në institucionet e sigurisë në Kosovë dhe për shkaktuar rrezik të përgjithshëm me qëllim që të minojnë sovranitetin dhe pavarësinë e ligjit e rendin e vendit tonë.